Koncerti i Katërstinët i sjell në interpretimin e violinistes virtuoze Abigaila Voshtina dhe Albanian Chamber Orchestra, solli në qytet një atmosferë të këndshme artistike. Koncerti u zhvillua në ambientet e kishës Shën Francesku në Shkodër, ndërsa solli fragmente nga tingut Magjepës të Antonio Vivaldit. Mendimi im është që Vivaldi është autori perfekt, ashtu siç është edhe Tartini, sepse kanë qenë kapelmaestra nëpër kisha, kanë shkruar, siç e dim, Vivaldi ka jetuar në kishën della Pietà, e cila ishte gjithmonë për vajzat të cilat ishin pa familje ose ishin familje shumë të pasura që nuk i mbanin dot, dhe kanë nxjerr mbi 600 vepra duke shkruar për to. Muzika është e bekuar, muzika klasike është e bekuar, çdo lloj muzike, por muzika klasike është shkruar për kishta, që nga koha e Bachut, ku edhe duelet muzikore ndodhnin në kishë, sepse ishin, ju keni një organ shumë bukur, më bëhet shumë qefi. Zakonisht ka pasur 2 organo, dhe të cilën 2 kompozitorë të asaj kohe hidhnin, duelonin njëri tjetrin me tema të ndryshme dhe me virtuozitetin që ata kishin. Koncerti ishte pjesë e ciklit Peizazhe turistike, një nismë që synon të risjell artin klasik në hapësira të veçanta historike, duke krijuar një lidhje të drejtë për drejtë mes kulturës, trashëgimisë dhe turizmit.